neve këtu i thojnë kepi i burrave. Ati, se i ka met kepi i burrave? Ati në mbledh burrat e këtij fshatit Strim. Burrat thojnë më burrat dëhershme kanë qenë puni me burra. Edhe kanë bo biseda pa prezent të fëmijëve, biseda serioze, besnike kanë bo. Biseda sekrete, masanena edhe kanë këto livadhe që i shifni i kanë do. Ato janë konën shumë të afër, se fshati jonë mbi 90% është një familje është. Ne jemi familje me madhe shkemi, jemi familje me Mehmet Qehas. Edhe një vllazë i kanë da livadhat, kanë da hise dhe kanë kusit gjatë sezonit veror, për që ta dhe i kanë metën kepat e burrave, i kanë metë ati vend. Shtash, sot e sot, kur dikush vend, ose del me hecën, ajde thëmë dalmi ka kepat e burrave. Edhe ullën prap, edhe e sel veni ati, ullën, shkojnë natë ven ati, janë do gurdi pak si në llojt jastëkit, mushtet është në të gurin ati, edhe ban ma betë, si thënë shmallë është kallë një cigare sen, për që ta dhe i ka metën kepi i burrave. Neve ndodhemi në shtash në majën e malit fshatit Strim. Ki vend quhet, ne e quajmë Duhani Egri, thojmë. Në për këtë mal, është bëhet një bim e ka formën e Duhanit Egër. Edhe ati i ka metën. Por në hartë quhet, i thojnë Maja e Zes. A na si fshatar i thojmë Duhani Egër. Kur pitni për rrugën se sa ka prej Shkupit direktum, i ka afër 50 km. Unë në këtë vend vin shpesh, muni me thonë se çdo javë vin. Pit premtës edhe deri dilën mbrëmje, vin edhe vetë mas shumë ti, po vin edhe me familji. E preferoj shumë këtë vend, është mrekulli për me dalë me hec, ajri pastër është. Në altësin, mbi detare këtu e ka, shka e kanë matën e ka 1800 metra e ka. Ka ujnat mira, ka venet mira, si që shifni vetë, është vend edhe për blegtori, du me thonë, është vend edhe për me pushue, me hecat, tërët mirat i ka. Për momentin, e shini e vetë se pak është duk nga ana blegtorisë, nuk punojnë njerëzit, jo që s'punojnë, po s'kanë mundësi, nuk kanë kapital që të investojnë, bojnë blegtori ose ta shfrytëzojnë. Me pas bojnë investime shtetit, do me thonë pak edhe ma herët. Do me thonë popli as nuk ishte trazupi këtu, se nuk ka pas kushte për me jetue. Ma herët, shumë ma herët ki i mrami fshato që rrimën e kanë prunë, muni me thonë këtë malsinë e Karadakit në fshatin tonë ka ardhën mas mrami rrima, shumë frikë. Kur ka ardhën rrima ose që kjo rrugë që është edhe kjo son qa që harit, qajo që ke edhe e prishën, jo bajnë drumë poplë, jo këtë se shka dhe o prishë shkatru, njerëzit kanë hikën, kanë lipën, themi shteti ma herët mi bon me rrim, kushtet për njeri që jeton me rrugë që mës
të rëzohen, më zdripin, ta mojnë venin. Shtash mo njerëzit kanë hikën edhe ma herët shkakit që s'ka pas kushti për jetë. Dalin shtash vetëm për kohë të vikendeve, dimnit ose kur është kohë e verës një dimuj ditë. Po unë besoj që me bon kushtet pak më të mira, me ndihmuan komuna, shteti, çdo personi që jeton këtu, që kanë shtëpi, du me thonë që ka me bani çfarë ngjallërimi që dalet punoje, që jetoje, të ruaj nëj baktia, nëj zonë, mielin kompira, kositil livadate. Për momentin, muni me thonë që ki fshat është ma i vobekt, ma fukara që si ka një muni me thonë asë njëherë edhe bashkë komuna që jonë pak edhe ma angazhu me thonë për këtë fshatna, se jemi qasi komunët Lipkovës. Ne që jemi kom ma nalt, jemi fshatis i Strimës, një vjen, kufizohemi me fshatin e Brezës, me gjithë se Breza be nër Shkup. Na jemi nër Kumanov bim, i kemi fshatat që ka jenë nër Kumanov edhe nër komunë të Lipkovës, janë Gushica, është Glazhnja, këto të brona që është, ajo. është një fshat Orkovca, pa Lipkova, pa hotlet të merent e poshtë, që kanë fush. Me ato kufizohemi, a fshatin hotel e kemi mas aferti që bojmë pazar, shkojmë blejmë, ose dëni për mjek ki, shërim të shka ki e nevoj, ma shumë me fshatin hotel na kemi pasi, edhe ma heret, edhe shtash që kemi mas afer. Edhe ambulanca është. Ambulance, pazari, për nevoja njeriut, ati mas afri kemi fshatin hotel, edhe ma heret, edhe shtash. Mbajmë lop viqa që shkëtu dalmi prej kur fillon stina e verës këtu, dalmi edhe jetojmë ka 5 muj, 6 muj rrim këtu mbjell me dishka, që ato bakti i ruim, sa mos mi lëshu trojet e babalarve milan shkret. Këtu kanë që jetën edhe këtë bukuri që kanë e ka falë në tira edhe Zoti, duhet me ja ditë për falender Zotit se kjo është kret për njerëz. Duhet edhe ta shfrytëzojmë këtë. Çdo verë vim këtu, qesmi ka 15, 16, 20 copa bakti edhe ashtu të në stinën e verës këtu jetojmë. Për çdo ditë vjen dikushi, një natë di, shkon, këtë bajramin e kam mas nati ki ven ma shpesh, shifmi ma shpesh me këtë, përgjithësi që vinë shumë rrallë. Rrugë për ne prishin kamionët, po bajnë drum pa leje, s'ka leq ka, po nuk e zbatojnë ligjin. Policia në përgjithësi, në venet shqiptare ku janë banume me shqiptarë ka, nuk merë ku një shfar masa. Edhe pse bajnë malin zez, pa ku një shfar rrugën e kemi qitë na vetë me kontributin tonë kanal, edhe qëtash na i prishin edhe rrugën, s'kemi dikur edhe rrugë, as kur zhan heq. Në fshatin e vjetër, në përgjithësi dimnit nuk është as një shtëpi. Verës dalin një di, 3, që ashtu me pak bakti një shkadel, e mu s'ka, nuk dalin. S'ka kushte, rruga e keqe, para një kohë ki fshati ka pas përmi 60 shtëpi. A sot se ka, ato janë temelet, ekzistojnë, vetëm se banor s'ka.
Ato fshatarët që ka jetojnë dikush atje poshtë, vinë pjerë funi vetëm se atë rrugë shfrytëzojnë. Na që jemi këtu, e shfrytëzojmë këtë rrugën prej Kashkupi, e mu kamion gjitë ato që ka po bajnë dru, ato i shfrytëzojnë të di rrugët. Ato të dijet për në i prishin. Edhe damtohen për kamion? Si jo, i këni pa edhe vetë gropët, i ngjizoni me kamer, i shifni. Po, është vend kodrina malor, ka ujëvarje se në këtë login që e shefi, është i ujë në lidhet, edhe ajo është një ujëvarë që e vogël, prej këtu e të më lidhet, pra përfundimin e këti ujtë e ka qak në fshatin hotel shprazët. Edhe ajo, unë se di, që zëtë një kanë edhe bazen, Fshati hotel e ka bon bazentin, në krijet katunit, në altë, begi, adje i thojmë na të kepi keq ashtu, pak ma poshtë është një ven adje poshtë, e ka bon bazentin edhe furnizon këtë fshatin hotle me ujnë e fshatit Strim. Por pije dhe ta. Për pije, po. Ki vend si quhot edhe i kamet e djegmja, se që këtë malë që ka për shifni një kohë ma herët komunizmit e kanë djegën. S'kam shka të plasë, nuk ka më mirë. Si për ples, si për tri. Këto natyra, ajri, uji, të gjithat janë. Po t'ishte ka në rruga këtu, atëre ndoshta do t'jetojshë edhe ta në dimnit këtu. Bie shumë borë këtu, dimnit zarasht edhe me net këtu, se këto janë shumë venet nalta. Vija mbi detare këtu është që ati 1660 metre eksistente jetesës për dimën këtu, në katon mundet ta, këtu pak është vështirë. Unë blokohen edhe shumë blokohen, se bje borë, ndoshta edhe 3 metre borë ka. Spjegoja gjithë ditën ai nuk e kupton, se vendlinja është vendlinje edhe zogi që ka është zog, e kanë marrë prej therës e kanë shunë në kafez. Në kafez s'ka mujtë, su nuk në është, po kur e kanë shunë në therë, ape ati ka njësë me kënduhe. Se ati është vendlinje dhe e zogët. E kjo është vendlinje jonë, vetëm se rinia jonë e kanë rrugën prap jo marë. Porosia jeme, trojet tona më smilshue ku janë kanë babalarët e gjishet tonë, me boj investime në për venet tona, jo me boj investime në për Evropë. Qa e shkon mesazhim? Se rinia është ardhmëria e poplit tonë. Kam qenë edhe në Gurbet, kam punu afër 5-16 vjetë në Gurbet, edhe fëmija zunë u rritën, shifshna atje se shka mujtet me ndodhë
me fëmijët e mi dhe shkaku i fëmijëve e braktisa gurbetin për mos mi lanë fëmijët atje më met dhe ju ktheva vendlindjes. Fshati jonë, edhe këtu fshat në mas neve shkanë, brez, e kanë pas mas afërti për me shku në qytet Shkupit, kanë kaluar në për këtë bjeshkën e Lubacës. Edhe kanë shku në Shkup, kanë bon pazare. Kanë shitën bilmetat, kanë shitën t'linjë, gjizën, thash. Mirë për kanë pas do me kalu në për fshatin Lubacë, ose në për Lubeten, po pak u ka arë Lubeteni mala. Edhe kanë kalu. Megjithse, kurse jemi këtu të fshati Lubac, na edhe kufizojmë me bjeshkë. Në rrugë poshtë është bjeshka e fshatit Lubac. Në rrugë knena është e Strimës, fshati Strimës. Po na kemi kalu shumë mirë me ato. Është interesant. Sot e sot, natën me shkue, një Strimës i ka tërë të qirë. Thonë, urdhëro, bujrëm, hec, kjo nuk kemi kur qëfar problem. I pasën këshillëk, ato vishin të na, me një kohë, i qethshmi vend, i thirshmi, e bishmi këtu, ku bëjshmi tubimin e tamlit. Ato e bishin këtu të na, një kohë dhe ne kemi qurë në katona gjë. S'kemi pas kur problem. Do me thonë, tu e kemi pas afërsim për ka Shkupi, ma shkurt që knena kemi pasë. Këtu kanë ardhë, kanë pi ujë edhe qerave fshata, kanë ardhë vend të fshatit Lubac, 700-800 vend kishtë një vjetë. Këtë këtu në qëtë qeshmën ishte të thati madha, ashtu që kanë pi ujë, e kanë shfridzue. Edhe sot e sot shkalu në gjanë, një kohë kishte shumë gjanë, nuk kishte qeshëm, po bajshmi do qëfar pusa të vogli, sash, qëta qeshmë o, po mungojnë gjatë, s'ka, do me thonë, vena që lopë, ka një kojshi që këto nga disa lopë, aj që këtu jo e puj, po edhe kalimtarë të vinë, pinë ujë, mushkin, me kual, me sen, do me thonë, i nëvëjitet edhe shfridzon popli këta. Ky vend është si që shfash para që quhet livadhe, është lofka e livadheve. Ka pas ma herët ka pak edhe ujna ka pasën këtu, po që tash në kohët e mrama o hup ujti, që edhe duken ato gropat, ka gjitha ati janë konë si dvogla, ose si pusat që me thonën, mirë po që tash ujti o pakuar. Dalin njerëzit vinë rreth qeshmës, fladitën, lajnë dur, pushojnë, i kam mell këtu, s'ka egzistu drumë, që pi shifni edhe vetë këtu. Janë konën 4 copa. Mirë po, i kanë shkatruhe, ka pak, ne jemi edhe pa kujdes, i lidhin kualt për druni, a i jalun ranjën e në thahat. Që këto di, ashtu janë kurtalisë mirë, po për shot që i ka nevoj me i thurë, që njoni i thurët është,
E thështë atë den herën, dal nga dal, bëhat hije, vendi kush i ka nevoj për me hinë hije, edhe që ju bon kjo qeshma, për që ta edhe i mellëve. Unë edhe kam heqë edhe rreth sharit Karadakin, na jemi edhe në fillim të himjes në këtu të fshatit Stringës. Shtash kemi mishku edhe ku ka, do me thonë, ujna, projna. Ky ven është i pasër katë hecish uj ki, që shtash pak ma poshtë ku dalmin aton ki uj. Edhe ka uj shumë ma shumë se këtu. Është i thojmë kroj i Vakavecit, ki shumë ma uj. Më në aton kemi një farvarësje e vogël uj ka. Po në aton nuk ka vetëm si ka shari që ka uj. Këtu ka bile thëmë uj, nuk janë shumë mëdhoja ujda, po ka, por me shfrizu e kafshet katë hecin nuk gjegën për uj ose njeri. Ki ven, o konën një ven strategjik, thojmë. Këtu në një kohë, edhe ma herët që shtojshin pletë dhe historia që shkallzojnë, strehim ka bon edhe sulhotle këtu, që e ka mbajtën si partije Lëvizjes Ballit Kombëtare, si që shë të regojnë. Atë strehimin më të madh e ka mbajtë sa i ka jetu në hotle, e ka mbajtën në këtë rreth këtu. Këto male, këto male janë male strategjike, male mbrojtësi, që une nuk e kam mri, po që të regojnë, a i këtë ven nuk ka plan veni që se ka shkelen. Edhe ujna dihën se ku ka pi uj sulhotla, ku ka net, të cila shpel, të cila birë, ku ka që shka jetue, pika, a i këtë ven e ka të shkelt me plom. Po a i ka pas, që me të thonën, në këtë rrethin e Karadakut, a i është heroi i këti veni është. Me gjithë se ashtu fati që shë të regojnë që shka mbarue, ka pasën ato mendimet e veta, ato qëllimet e veta, edhe o konën që me thonë popli shumë i besum në atë kohë, popli konë i ndershëm, sa kanë mund me atë kontributin e vetë, ja kanë mbrojt interesat. Dëshmi të bojnë dhe nëse se këtu s'ka pas shumë një troh ujë, shumë e vogël, ne kemi gri në ati në atë gropën, në guri kemi gri ati një muj ditë, deri të kemi pru që këtë pikë, rrëth ati rastës. Sa do ku do dhe të rinjavët se dikush kur ven e shef pak nalët, jo të qeshma, jo të rruga, jo të druni, edhe kemi met, si që shtat ju këtë krahin me rinjavën. Sa do ku do pak, kam u rinjavën se rinia interesohet, gjatë ditët dhe të boktisët qytetë, thënë, hajde dalme të shkojmë të vendlindja e babgjishit, shkojmë të rrim pak, pi mujtë, fla ditni, nuk e qëtë këtë në harres. Po mos me ndërtu këto, se mos me bona i denisena të aja jetë këtë në harres. Edhe dhe të vinje, ku me ditë kush dënja edhe dëni shumë i huj i larkë, dhe të bëjë dëni vend banim për betë, si thojnë po. A kështu sa të këto, selat pak njërë. Kem knue, brez pas brezi, o historie. Edhe sot do nuk kem harue, amanet brez na vetrije. Këtë ujë që e shifni, është mundi me thonë ujti maj madhe dhe maj fort edhe ma shumë të rrëdh edhe maj pastër në është në fshatin tonë. Ki ujë, ki vend quhet
Von ka vetë, i thoi, me si eme. Kur pyet se kush e ndërtoi, e ka ndërtuar në prasëm që ka pllakën aty, Rëzhdi Murtezani ka ndërtuar për shpirtin e vet, për sevapin e vet, ka bën pra hajrat. Këtë ujë e shfrytëzojnë bakti, njerëzi. Ma herët është interesant se nuk ka pasur kur tash frigorifera, thonë nëftohen. Rrethi fshatarët e Brezës, Trimës, kur kanë bën për me shku në Shkup Pazarllëk, e kanë pru këtu të linin, edhe e kanë shtin në korit, po kjo korit nuk ka kanë atëherë, kanë koritat drunit. E kanë shtin e kanë netën deri afër pjak shamit, kanë netë e kanë ftohë mirë bilmetin, linjët që ka pas gjithë, mirë ashtu e kanë ftohën në këtë ujtin, edhe janë nisën e kanë qunë pazar të Shkupit. Pro, pazar ditë për bilmet këtu e kanë ftohë gjithmonë bilmetin të linjë, sidomos të linjën e kanë ftohën edhe kanë qunë shqipë. Këtu o bo përveç se asaj që këtu në kohë që doni me këshin, këtu që këtë rafshin, o bo tubimi i tomlit, baktive, shkaki nga të ujtë kanë desë, që thash parës. Këtu del kishin ato firmat Centro, Slavia, Liria, Niko, u lajmru, edhe këtu o bëshin tubimin e tomlit, u bake gjathi këtu. Bishin tomlit gjithë piket katunëve, piket breze, prej lubace, qak prej akofte, prej strime, piket këfshatet, edhe këtu dilkin i mesër edhe beke gjathin. Se ishte këtu flat, ftot, gjathi miru bake, e kanë bon atë tubimin afer ujë, shkaki që ka pas ujë, ka pasën nevoj që me pastru me lamesen, do me thonë, gjithmonë e jetë edhe ma herët, edhe shtash edhe ma herët, këto o bon tubimi tomlit shkaki që është ujë afër, nga të dhe ka pas pollu. Zabir birja qahnirja i fager, ma patlan moro amanete. Me knu kongen me jadhan hakun, mos me pove tem adete. Edhe sot o kur knonorinia, i kujtojmë fjallë të rapsodit, me i përpuzve ratë komtare, për gjithësi japim para Zotit, me i përpuzve ratë komtare, për gjithësi japim para Zotit. Zotë hala kënojnë, me në gjithë herët. Këto kush që shi kuptone, di nëse sa e donë. Unë për veti, kur kalli o gjakin, kam një këtënësit madhe, bëj qajnë, bukën,
Këtë me këtë ogjakin, me zjarëmin e këtij ogjaki. Kam edhe shporet mrena në stan, po 100% këtë këtu përgjithë i speca, vëvoje, gjitha këtë këtu i sosi. Si me thonë edhe kryat pushon edhe kënaqë se merr një forcë kur e punon këtë punë ose drunin e zarmin e po kështu edhe furën thojmë kur ban pek buk, po këtë për moment tash se kemi kalla që këtu bëhen bukt në këtë furën. I nxë 5-6 buk, dash me pek mish, dash shka do koftë. Kjo knasi kush që kupton këtu, knasi e madhe e ki furën, e ki ogjakin, drunët i ki afër në borë si që shpesh shef, me drunë, nona ti e bën qajnë, gjithat i pregadit, ujnë, krojnë i kemi nga të këtu, knaqë shkret. Ma përpara këtë këtu kanë jetu. Saqin, shemë dhe merë saqin këtu, në banë, ki nevojt bëjsh flinë, në nxehën, be krane pak më të holla, se flinje e do me krane të holla. Në atë kohë që po ju vetëni, këtë që këtu kanë jetu. Për që tash edhe kanë jetu edhe jetë pak më të gjatë, jo pak po shumë, du me thonë ka bo 100 e kusur vjetë. Mirë po gjithmonë ajri që shpeshe vetë, ujë, po në zarmin o nxejë natyrisht. Edhe ajo këtë kanë ndikue në organizëm dhe ka bo një jetë më të gjatë, më të kanshme. Dalë këtu si me thonë shërona, shnoshna, hetë si bëj pushim, mas dite deri në ora 10 që këtu, i ngoj lajmët mes radionit ati, edhe ja kthej shpinën në gjakit, nxej shpinën, ngoj lajmët ora 10, bi flenë që në stanë mrena, ari pastër, knatësi e madhe, është kush, du me thonë, e di se çka ka vlerë, çka ka do me thonje. Po në kohë tash më ka funja edhe qitja deri frik, kënon të mazdarke kënojnë ato djela, po kënon si ju thonë tegri çka janë. Ato kënojnë si të vere mbrëmja mas orës 8 edhe deri mas mesnate ato i kënojnë tanë natën. Është mrekulli e madhe me t'i ndigjoj se qish kënojnë. Rushare, gjesonjë funot një vodhet, po jo pisket, po si zona moni. Po jo pisket, o si zona monit, gryko po i merë, oj disa të Edhe ki ujë del bashkë të ronjës ahit. Daki, kush nuk e ka hecë, është një pjesë e karadakit, po kjo pjesa na ku jemi këtu, nuk është e thotë. Kjo ujë kje që për shohme dhe për hecmi, ka të kthehesh ki ujë.
këto kodrirat e Malësisë, Karadakit, mundi me thonë që ma rafshe që këtu nuk e kije kërkun. Do të thënë që të rafshi i fshatit Strim. Rafshi i fshatit Strim, edhe të aj gurje i barë që pe shef në aton, ati janë mbledhen një kohë pak ato matë më shumë, këtu rreth kronit i kanë pas stanët, kanë bo një muhabet, dikush ka enerhije, dikush ka dalë në dhil, këtu kanë bo një kohë kanë kusitën, edhe ashtu quhet rafshe, deri në mbrëmje dili e rokët. Për te to stanët janë konën, stash me dalë mi hecët i rreth kronit, janë konë që edhe sot janë gropa, i kanë bo me qëllim ma ofër ma ngatë se rreth ujt, ta kenë ujtit, i kenë kushtët për uj, po edhe janë konën një familje, janë konën një vllar, një nonës, një babës, edhe kanë bashkëpunu e kanë jetu shumë mirë. Kanë nimu një tjetrit edhe atë që janë konë dashën nërmet veti, shumë afër edhe starët që kanë banu i kanë pasën. Unë mbledhi lule qaj mali që i thojnë, maj verë dimën, kam sezonën mizet që ka i mbledhi, ata e pijat qajt malit, ndash për shka të ndash për breg ban, ndash mëri përdor mishtim edhe në jastik që të vinë era ku të fleje, ne i thëmë lisne që kjo që ka për dukët, ajo është qaj mirë shumë, masane është interesant se firi, që shka për shifni që të është, që ke firi, me fletë në firë, ma gjumë i mirë, ma gjumë i shiste, ma shnetë s'ka, të që ki jeshit t'i shka. Që, kjo është firë, shtash është nuk unë atë fazën e pjekët hala, po, edhe ka edhe një erë kjo. Me fletë në firi, është kënatësi e madhe, ku të fletë në firi, për para kanë shtruan në vend, thojmë dysheka, se s'ka pas bolë, se kur është ta singera, ka shtru firë, ja ka vënu një kebe ose një qëfar qarqafe dhe ka fletë në firë. Mirë po kur o quj... Po kjo përshëndet është më mirë? Shumë përshëndet, asë nuk njefësën, asë nuk banë dhe një qëfar insekt mledhat rreth këthijas, kur gjo hiqë, shëndet i marë. Për para qobant, krevetat, edhe në përstane, në përmali, gjithë moni kanë pasë si dysheme, si dyshek me firë. Firin e ka shtruar funi, një gëzof, se jargona s'ka pas qaq, gëzofat likurës që janë konën, janë mluën, o mlu mirë, firin e rfuni një qebe, një postaqi likur që janë konë dhenve, edhe ka bo gjumin. Dërbit marë shebëllën këtë kepë ku jam që qipto, dash hipi pak këtë manal, edhe e shof fshatin tim, Meren, Hotle, Lipkov, Olizar, po edhe qyteti Kumanovës dukët. Në këton këthemi në majtë, kemi Brezën, Ramna e Gjekarshi, kemi këtu kasarnët e ushtrisë, po agjenatona e fshati Malin, po një pjesë për Malinës, ku dalmi nalë që të është këtu, kjo i thojmë të kepi Borës, atje shifët edhe qyteti i Gilonit. E i marrë këtë dërbijat edhe shofë, du me thonë, këshiri knaqëm,